i cili ka një agjendë personale, i uroj ta vazhdoj sa të ketë qef. Andini i sfiduar nga Po për demokratët e tjerë. Një minutë. Edhe një herë. Nuk ka asnjë kandidat i Rami Mehmeti. Një minutë. Tani më tha kështu e para. E dyta, është i antar kryesie, i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë mbledhje kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek, i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agjendë personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Zoti Berisha, se çfarë ishte salla, atë di unë i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan nga një takim me agjendë strikt private. Pra ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani? Urdhë? Ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani dhe agjendë të tjerë? Të deklarosh se militanti i demokrat nuk ndigjohet, nuk ka mashtrim më të madh, mbasi para jush dhe gjithë shqiptarëve, këto 4 vite militanti demokrat ka votuar sa kur në ekzistencën e tij. Dhe vota është mënyra më mirë e ndigjimit. Pra, të ndjekësh një agjendë personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Si i sfiduar ndiheni? Unë sfiduar nga Saliani? Apo ndjek të njëjtën rrugë si mos e pyet. Urdhoni? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju në 2021? Ai mirë. Po ai po ndjek një agjendë personale dhe kaq. Të vazhdoj me agjendën e tij personale.